Brenda 3 muajve të këtij viti pritet të përfundojë ndërtimi i rrugës Krumë-Gorozhupë, pjesë e segmentit të ndër-kufitar Gorozhupë-Pogaj. Ndërkohë, qeveria e Kosovës, sipas kryetarit të bashkisë Has Miftar Dauti, ka paralajmëruar investime të reja në projekte rrugore ndërkufitare me synim përmirësimin e infrastrukturës lidhëse mes Hasit të Shqipërisë dhe Kosovës. Ne kemi pas marrëdhënie të shkëlqyera në kuadrin e zonave ndërkufitare me Kosovën. Sigurisht që unë kam pas takime edhe me kryeministrin, edhe me Ministrinë e Infrastrukturës Kosovës. Dhe në këtë kuadër ne kemi projekte, ne po përfundojmë këtë vit, mëna 2-3 muaj do përfundoj projektin e rrugës Krumë-Gorozhupë, që është pjesë e segmentit ndërkufitar. Është edhe pjesa që e kanë deklaruar dhe ka deklaruar kryeministri i Kosovës, Kushnin Kufi, zonës tonë që lidhet me Vlahnën. Është edhe një rrugë tjetër që është rruga e bjeshkës goleve, që është bjeshkë e territorit njerëzve që banojnë në Has, që lidhet me Nikoliçin. Dhe këto janë gjitha rrugë që bashkojnë Hasin me Hasin, heqin barrierat me vëllezërit tanë kosovar dhe përfundimisht zhvillojnë territorin, zhvillojnë turizmin malor dhe krijojnë lehtësira për lëvizjen e qytetarëve pa barriera. Këto investime do të lehtësojnë qarkullimin e banorëve në zonën e Hasit, do të shkurtojnë distancat dhe do të krijojnë mundësi të reja për zhvillimin ekonomik dhe turistik në të dy anët e kufirit.